Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e paraqitur nga ish-zëvendës kryeministrja dhe ish-ministrja e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku lidhur me revokimin e menjëhershëm të masës së sigurisë së vendosur ndaj saj me kërkesë të SPAK-ut. Në një njoftim zyrtar, gjykata e posaçme bën me dije se ish-zëvendës kryeministrja paraqiti më 13 mars pranë gjykatës kërkesën për revokimin e menjëhershëm të masës së sigurimit personal me karakter ndalues pezullimi i ushtrimit të një detyre shërbimi publik. Kjo masë ishte vendosur ndaj saj me vendimin numër 118 datë 19 nëntor 2025 nga e njëjta gjykatë. Në kërkesën e saj, Balluku kërkonte gjithashtu konstatimin e shuarjes ose rënies së kësaj mase e sigurimi, e cila përfshin pezullimin nga funksionet e larta shtetërore si zëvendës kryeministra dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë. Pas shqyrtimit të çështjes, trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtari Erion Çela vendosi rrëzimin e kërkesës. Vendimi u mor në bazë të neneve respektive të kodit të procedurës penale. Ky vendim vjen një ditë pasi Kuvendi rrëzoi kërkesën e SPAK-ut për autorizim lidhur me vendosjen e një mase sigurie më të ashpër ndaj Ballukut.